Në seancën e zhvilluar këtë të njëjtë, bashkëpunëtori i drejtësisë Erion Alibej Rofeu mëtej në apelin e gjykatës përpjekjet personale për gjetjen e personave që vranë vëllain e tij. Vëllain e tij Endrit Alibejin në ato që njihet si masakra e Bardasheshit. Alibej deklaron se në fund të shkurtit 2020 kishte zhvilluar një takim me Nuredin Dumanin, të organizuar nga Arjan Spahiu. Ky i fundit kishte treguar emrat e ekzekutorëve të vëllait, duke përmendur konkretisht Talo Çelën, Besmir Haxhin dhe Altin Ndocin. Talo është bërë i vështirë për t'u kapur, por unë di kush janë ekzekutorët e familjes tënde. Edhe tek vëllezrit Bao dhe djali Dajës kanë qenë po këta, më tha Dumani. Pyetje së prokurorit të SPAK nëse e kishte ruajtur regjistrimin e bisedës me Nuredin Dumanin, i cili zgjati 2 orë 48 minuta, Alibej u përgjigj jo, duke pranuar se regjistrimi ishte fshirë. Ai Rofeu gjithashtu se i kishte dhënë 50.000 euro Dumanit dhe një telefon të koduar përmes aplikacionit Sky ETC. Lekët ishin nga trafiku i drogës me kamion për transport punoja me aq pak miq që më kishin mbetur. Drogën e çonte shoferi rumun. Unë kisha rreth 200.000 euro total, sa Alibej. Ai po ashtu shpjegoi paktin që kishte bërë me Nuredin Dumanin, duke theksuar: "I thash Dumanit që do të betohem në Kur'an dhe do të fal gjakun e vllajt", duke ju referuar faktit se dashnor Dumani ishte personi përfshirë në vrasjen e vllajit tim, Endrit Alibej. Në vijim të dëshmisë, Alibej tregoi se një natë pas takimit Nuredini kishe shkruar: "Vlla, mbaroi parë, shiko të vënë", ku ai pa lajmet për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis. Ai zbuloi gjithashtu lidhjet e tij me një hoxh në Tiranë, i cili ishte i përfshirë në tregtinë e armëve dhe ndihmonte blerjen e tyre, duke thënë vetëm: "Rrinte te fresku", por më tepër Alibej tha se kishte akses në sistemin Teams përmes policit Leonard Altia, duke theksuar rolin e tij në mbledhjen e informacionit.